Mirë se vini miq në Real People. Takohemi bashkë në një tjetër episod, në një tjetër intervistë dhe prandaj përpara se të shkoj tek intervista gjithmonë ju ftoj që të më sugjeroni personazhe të vërtet. Më shkruani në faqen time dhe në faqen e Real People për personazhe kudo ku ata ndodhen nëpër Shqipëri. Më dërgoni dhe kontaktet e tyre dhe një copës historie. Ju ftoj që të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it, të jepni like intervistës, sidomos dhe kësaj të sotme, se cila do të bëhet me Nexhin. Nexhi është një personazh shumë interesant, shumë solar, e sugjeruar nga ata njerëzit të cilët ndërkohë që kanë vizituar vilën 31, kanë gjetur një copës buzëqeshje, se kështu ka ndodhur në fakt edhe me Nexhin, e cila është shumë energjike. Dhe më vjen një video jodhja Nexhi që ti kërceje edhe këndoje nëpër vilën 31, në atë vilën ku ças ndodh. Po. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Dhe ne kemi zgjedhur në fakt që intervistën ta bëjmë këtu në një studio ku ti edhe pikturon. Po. Apo ja. Mbas orarit punës. Mbas orarit të punës. Mbas pune vi këtu dhe këtu është kënaqësia shpirtërore. Dhe jo vetëm që është profesioni im, por është kur e thon gjendja ime ku shplodhem. Këtu shplodhem, mbasi mund të lodhem ndonjëherë edhe te vile, kështu që këtu vi shplodhem. Në fakt, ti tek vila ke një punë krejt tjetër nga kjo puna jote këtu. Çfarë pune bën aty? Punëtore. Punëtore. Ti merresh me mirëmbajtje në pastron tek vila 31. Dhe kur dëgjova që ti je dhe piktore, pra ti edhe pikturon, isha pak mendova pak sa çuditshëm. Pse ka zgjedhur Nexhi këtë punë të përditshme, ndryshe nga profesioni i saj? Jo, nuk është se e kam zgjedhur. Më kanë zgjedhur, domethënë unë kam punuar mësuese vizatimi në qytetin tim të Përmetit ku kam qenë. Kam punuar 10 vjet, kam punuar përgjegjëse kulture në Vatër Kulture në Lëshic. Jam marrë me fëmijët e talentuar gjithkohës 10 vjet. Kam punuar me fëmijët më të talentuar të qytetit tim, në Përmet, në Këlqyr, domethënë. Pastaj deri në 97-ën, në 88-ën, në asaj luftës të brendshme, si ta quajmë, domethënë, këtu në Shqipëri, atëherë jam shkëputur, kam ardhur në Tiranë. Edhe kam aplikuar te fshati Sos, kam punuar një 2 vjet te fshati Sos me fëmijët, po aty. Kam punuar atje si kujdestare teze që quheshin aty me. Po më tepër nga që dinin që unë kisha mbaruar. Kujdestare teze apo? Po, teze nga të rrisnin fëmijët. Teze? Se quaj nën edhe teze, nga që ata janë fëmijë me probleme sociale, edhe ishte një gjë shumë e bukur. Punova 2 vjet, pastaj dha dorëheqje vet që u largova. Po pse? Po atje i donin beqare. Nuk i donin. Si i donin beqare? Po, i donin ato që punonin aty, donin që të ishin beqare, se duhet të rinin non stop aty në fshat që quaj, edhe ne që ishim një 8 vajza, me të një çik në moshë më të madhe relativisht, edhe duhet ishim të përkushtuar ndaj këtyre fëmijëve mbasi qenë njërë të braktisur nga prindrit e tyre dhe nuk duhet të braktisëshin për përsëri. Kështu që unë basi më doli fati, dash dorëheqje dhe pse isha shumë e kënaqur, domethënë, se merrsha drejtori që i fshatit Sos, ka qenë një leka filtë, e mbaj mend si tani. Ai nga që dinte që unë kisha mbaruar për pikturë dhe ti do të merresh vetëm me fëmijët e talentuar, isha e privilegjuar përveç punëve të përditshme, merrsha me këto fëmijët. Edhe kam pas një 2 fëmijë që kanë vajt në lice për pikturë. Nuk e dia kanë vazhduar më të lartën, po që kam çuar. Ndoqën këtë lloj pasioni, Po, këtë pasioni dhe kam punuar, i merja, i çoja nga krevati, vija një objekt ashtu siç më ka mësuar dhe mua, kur isha e vogël, domethënë që kisha pasion pikturë. Ti sa vite ke jetuar në Përmet? Ti ke lindur dhe je rritur aty? Lindur dhe rritur në Përmet. Lindur dhe rritur në Përmet. Pra ti je një vajzë përmetare. Përmetare puro. Origjinën e kam në zonët Dangëllis, me thëna zona e Frashërit. Me thënë që i bie që mund të jem, jo mund të jem, po jam stërmbese vëllezërve Frashërit. E vëllezërve. Po, mbasi mami më ka treguar që gjyshe mami ti me gjyshen e vëllezërve Frashërit kanë qenë vajza tezash. Pa shiko, pas ka lidhje të vërtet me ta. Po, jo, kështu.
Prandaj kam një damar, kështu që edhe shkruaj, më jepet, do me thënë, edhe poezi, shkruaj. Pra lidhjen e ke fort me artin, ë? Shumë të fort.